Përshëndetje, sot bëhen 17 ditë që naftëtarët, punojësit e Bankers Petroleum, janë në grevë urie. Kërkesat e tyre janë pasqyrimi më i mirë i gjendjes aktuale të kësaj kompanie. Prej afro 10 vitesh, nën leadershipin kinez, Bankers ka shfrytëzuar në mënyrë të paskrupullt fushën naftëmbajtëse të Patos Marinzës dhe në të njëjtën mënyrë ka shfrytëzuar edhe punojësit e saj shqiptar. E theksoj, punojësit e saj shqiptar. Me ardhjen e kinezëve, nuk është bërë asnjë investim serioz në atë fushë naftëmbajtëse. Përkundrazi, është vjel në mënyrë të paprecedent çdo investim që kishin bërë paraardhësit e tyre kanadez. Bankers sot, në gjykimin tim dhe sipas informacioneve që nuk më mungojnë, ka vetëm një mision: të pastroj parat e pista të pisanjosve të krimit dhe të pisanjosve të politikës. Kjo është e thjesht, mjafton të shikosh se kush janë disa nga kontraktorët. Bilanci i kinezëve është shfrytëzimi i paskrupullt deri në shkatërrim i shtresës naftëmbajtëse, trajtim çnjerëzor dhe paga qesharake që nuk reflektojnë realitetin ekonomik dhe rrezikshmërinë e natyrës së punës së naftëtarit. Njëkohësisht, dietat e punojësve në këto 10 vite kanë shkuar nga 6.600 lek në muaj në vetëm 9.000 lek në muaj. Vjetërsia në punë nuk i hyn absolutisht askujt në punë dhe pavarësisht inflacionit, pagat e punojësve kanë mbetur të pandryshuara për më shumë se 10 vite. Bilanci i tyre në komunitet është mungesa e investimeve serioze dhe ulja e qerave të tokave në mënyrë krejt arbitrare. Ndërkohë bilanci i tyre mjedisor është niveli i lartë i ndotjes që prek jo vetëm fushën naftëmbajtëse, por edhe qytetin e Fierit edhe zonat përreth. Kjo edhe për shkak të impjantit të procesimit të mbetjeve, që quhet sludge, i cili ka 3 vite që nuk funksionon, sepse operimi i tij kushton rreth $2 milion në vit. Shpenzim që ata me sa duket e konsiderojnë të panevojshëm. Ndërkohë, ndotja shkon e gjitha në mushkrit dhe në gjakun e qytetarëve fierak. Kjo ndotje është arsyeja kryesore se pse qarku i Fierit është shndërruar në kryeqytetin e kancerit në Shqipëri. Dhe kjo e gjitha ndodh jo vetëm nën thundrën, nën bekimin, nën hundën e shtetit, po edhe me bekimin e tij, sepse shpjegim tjetër për këtë nuk ka, edhe nuk mund të ketë. Për vite me radhë, unë kam punuar edhe vetë në atë fushë naftëmbajtëse. E kam jetuar atë realitet. E kam ndjer çdo padrejtësi që ata njerëz sot kalojnë. Kjo nuk është thjesht një çështje politike për mua, është personale, është morale dhe pikërisht për këtë, rikthimi i Patos Marinzës në shërbim të naftëtarëve, komunitetit edhe shtetit ka qenë edhe mbetet një nga 4 shtyllat e platformës time për zhvillimin e qarkut të Fierit. Do thoni ju, ku është shteti në këtë mes dhe në këtë moment të vështirë? Ku është Antoneta Dhima, që ju morri votat duke i kërcënuar se do t'i hiqte nga puna nëse nuk e votonin dhe që premtonte vende pune ose te Bankers, ose te Alpetroli Proletarit, në fund ose i mashtronte, ose i mbante zvarr, ose ju merrte 5.000 euro për t'i futur në punë përkohësisht. Pyetja tjetër është, ku është Ceno Klosi, që nuk la naftëtar pa takuar para zgjedhjeve të 11 majit dhe pa premtuar se gjithçka do të ndryshonte dhe se nafta bashkë me dinjitetin profesional dhe njerëzor të naftëtarëve
do të kthehej aty ku i takon. Sikur mos kishin qenë këta, ata që e kishin katandisur deri në këtë farë deregjeje naftën për 12 vite rresht. Po për Zegjinen, di gjë njëri ku është, se ajo madje mori edhe vota në Berlin, të cilat ajo dhe ai bastardi që mori përsipër ta çonte në parlament, duke bler e shantazhuar demokratët, herët avon do t'ju dalin nga hundët dhe për këtë nuk ka nevojë të betohem 2 herë. Ndërkohë nuk po pyes se ku është Madame Lubia, për 2 arsye. E para se kjo nuk është një video me motive humoristike, dhe e dyta, të gjithë shqiptarët e din se ku është edhe se ku është duke shkuar. Këta nuk janë asgjikundi. Nuk vinë do t'ju takojnë, sepse ju kanë mashtruar para pak muajsh, ju kanë dhunuar, ju kanë grabitur dhe e din se çfarë i pret në qoftë se vinë aty. Ajo që po bëjnë sot këta është që të nxisin përçarje mes naftëtarëve dhe të trajtojnë këtë çështje si interes të padrejtë të një grupi të vogël. Por kjo që po ndodh i kalon kufite të dhimbshmes. Këta me demek përfaqësues janë të pa shpirt, janë të pa ideal dhe janë të pa përgjegjshëm, sepse mendojnë se duke vjedhur zgjedhje pas zgjedhjesh do të jenë në ato pozicione që janë përgjithmonë dhe se nuk do të gjykohen kurrë për gjitha ato që i kanë bërë qytetit Fierit. E pra, e keni lexuar gabim. Unë jam këtu, jo vetëm për naftëtarët, po për çdo banor të qarkut Fierit, dhe do të sigurohem që në fund dënimi që do të merrni për atë që i keni bërë Fierit të jetë jo vetëm i merituar, po edhe shumë, po ama shumë i dhimbshëm. Kaq për tani. Shihemi në punë.